Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha një deklarat për media deklaroi se kryeministri Edi Rama po ndëshkon vendin sa i takon rrugës së tij drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ai tha se Shqipëria nuk ka plotësuar asnjë kusht për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa shtoi se Rama po tenton të çojë vendin në kushtet e vitit 92. Vetë e tij dhe po ndëshkon Shqipërinë. Po ndëshkon në mënyrën më ekzemplare Shqipërinë. Por sot me që është kjo ditë dhe ai kërcënon të Europën duke deklaruar se ne dhe vetëm ne jemi perspektiva europiane shqiptarve, mashtrimin e madh, unë deklaroj sot këtu. Atë që kam deklaruar prej 2-3 vitesh me 10 herë. Shqipëria nuk plotëson në absolute asnjë kusht të procesit integrimit europian. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha bëri thirrje që qytetarët të bashkohen masivisht protestës së thirrur nga opozita. Berisha theksoi se qëllimi i kryeministrit nuk janë interesat e qytetarëve, por vetëm të mbrojë vjedhjet e veta. Edi Rama po mbron veten e tij. Po mbron veten e tij dhe po ndëshkon Shqipërinë. Po ndërshkon në mënyrën më ekzemplare Shqipërinë. Por sot me që është kjo ditë dhe ai kërcënon të Europën duke deklaruar se ne dhe vetëm ne jemi perspektiva europiane shqiptarve, mashtrimin e madh, unë deklaroj sot këtu. Atë që kam deklaruar prej 2-3 vitesh me 10 herë. Shqipëria nuk plotëson në absolute asnjë kusht të procesit integrimit europian. Jo, nuk ka plotësuar dhe sukseset e Shqipërisë janë mashtrimi me Edi Rama, janë mashtrimi më i madh. Shqipëria ka plotëson kushtin gjeostrategjik. Mëtej, Sali Berisha u pyet lidhur me rritjen e çmimit të biletës së Urbanit për linjën e Kamzës, gjë e cila u miratua edhe me votat e Partisë Demokratike. Berisha theksoi se do ta shqyrtojë këtë problem, ndërsa nënvizoi se do të informohet për rastin në fjalë për të parë më pas se çfarë mund të bëhet.